Përshëndetje për të gjithë, unë jam Toska dhe sot do flasim për diçka që lidhet drejt për drejt me ne. Se si ne të rinjt e shohim perspektivën e gjuhës, pikërisht asaj gjermane, dhe ndikimin e saj në demokracinë apo edhe në të ardhmen tonë. Për këtë bisedë sot më morë profesorisha Nesen Limani, që është një profesor disa vjeçare gjuhës gjermane, e cila ka përvojë në nivele të ndryshme të mësimdhënies së kësaj gjuhe dhe po ashtu ka kryer shumë studime dhe ulimtime në këtë pjesë. Profesorisha, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Për filloj me njerë me pyetjen e parë, unë desha të di se si pas jush, si e shohin të rinjtë sot rolin e gjuhës në jetën e përditshme. Po roli i gjuhës në ditët e sotme ka marrë një përmas shumë më pragmatike se sa që ka qenë në kohrat e mëparshme. Pse po e them këtë? Po e them sepse gjuha nuk shihet më si një mjet vetëm komunikimi, por ka rëndësi më shumë dimenzionale. Pra gjuha përveç se na shërben për të komunikuar me njëri tjetrin, na shërben edhe si treguesi i identitetit ton, tregon gjithashtu edhe përkatësinë në një grup të caktuar social. Përmes gjuhës ne shprehim edhe kreativitetin ton për të shprehur mendimet apo për ta përdorur atë në rrethana të ndryshme. Por po ashtu natyrisht se na nevojitet edhe për të na lidhur me botën përgjithësi. Gjuha me botën që na rrethon të gjithëve. A mendon që kreativiteti të rinjve në përdorimin e gjuhës ka ndryshuar sidomos nga përdorimi te masë rrjeteve sociale ose si rrjetet sociale kanë ndikuar në këtë përdorim të gjuhës? Po tash nëse e marrim në konsiderat rrethanat e ditëve të sotme, globalizimi luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Ne dasht e pa dasht apo në një mënyrë apo në një tjetër, gjithsesi jemi të lidhur me internetin, me rrjetet e ndryshme sociale, të cilat na shërbejnë qoftë për komunikim, qoftë për të shprehur mendimet tona apo statuset tona apo e tjera. Pra është një përdorim shumë dimenzional edhe i rrjeteve sociale dhe të rinjët normalisht që rrjetet sociale ndikojnë në mënyrën e të shprehurit të rinjëve apo në kreativitetin e tyre, sepse të rinjët gjatë përdorimit të gjuhës në rrjete sociale eksperimentojnë me gjuhën ma shkurt. Krijojnë fjalë të reja, pastaj kombinojnë dialekte të ndryshme, kombinojnë gjuhën me dialektin apo kyçen prej një gjuhe në gjuhën tjetër. Pra ka mundësi të ndryshme të shprehurit të cilat i përdor rinia në ditët e sotme dhe kjo sigurisht që ka ndikuar pak a shumë sepse rinia e sheh gjuhën si diçka fleksibile. Në fakt gjuha është diçka fleksibile, është diçka e gjallë, është organizëm i gjallë që pikërisht që zhvillohet në vazhdimsi, do të thënë gjuha zhvillohet në vazhdimsi dhe rinia sigurisht mund të ketë edhe ndikimin në zhvillimin e gjuhës ose në marrjen e një kahje tjetër të zhvillimeve gjuhësore, por gjithmonë po e them atë duke treguar një përkatësi në përkatësi në brenda një grupi të caktuar shoqëror. Ashtu po e mendoj. Pra gjithsesi përdorimi i duhur i gjuhës ama i ndihmon të rinjëve të ndërtojnë marrëdhënie të shëndosha, të komunikojnë më qartë me njëri tjetrin dhe të marrin pjesë aktive në shoqëri. Duke parë ritmin e zhvillimit, cila mendon që janë aftësitë gjuhësore që duhen më së shumë të rinjve të së ardhmes, sipas mendimit tuaj? Po, aftësitë gjuhësore nuk kufizohen në ditët e sotme vetëm tek gramatika. Përveç gramatikës, aftësia shumë e rëndësishme gjuhësore e cila kohëve të fundit po merr më shumë domethënie, është kuptueshmëria, pra të jesh i kuptueshëm me bashkëbiseduesin, të jesh i qartë në shprehjen e mendimit tënd. Gjithsesi, kuptueshmëria duhet të ketë një nivel pak më të avancuar, nuk guxon të jetë në nivel shumë të thjeshtë, sepse duhet të jetë në shumë dimensione, e vështruar nga shumë dimensione, duhet për shembull secili prej nesh për të shprehur sa më shumë kuptueshmëri, për të pasur sa më shumë kuptueshmëri me bashkëbiseduesin, duhet të ketë një leksik, dimensioni leksik duhet të jetë më i gjerë.
një leksik më të pasur, pra fjalë për të shtjelluar një bisedë pak më të kuptueshme, për t'i shprehur të gjitha nuancat e mendimit të cilat i ka në kokë biseduesi, sigurisht, por edhe dimenzioni semantik, normal, semantik do me thënës që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar pionës tjetër. Për të kuptuar, po, për të gjithmonë duhet të jetë gjithsesi i dyanshëm. Në mënyrë që sigurisht të rinjt të kenë edhe përfitime sa më solide nga kjo bisedë, përfitime sa më të qëndrueshme, si në aspektin personal ashtu edhe në atë profesional. Po, edhe këtu desha mu lidh. Çfarë si mendon që ndikojnë këto aftësi gjyqësore ose si mund të rinj mi përdor qoftë në zhvillimin profesional, po edhe në atë vetjak, zhvillimin e karakteristikave tyre personale? Po, kjo është një pyetje shumë e qelluar. Të rinjët me përdorimin e duhur të gjuhës mësojnë që të argumentojnë qartë, mësojnë që të marrin pjesë në debate, mësojnë që të lexojnë me një vështrim kritik të tekstit, pra mos t'i marrin për të qenë të gjitha informacionet që i lexojnë, por me një vështrim kritik. Duhet të hulumtojnë literaturën e nevojshme e cila atyre ju nevojitet për fushën e ndryshme, për fushat e ndryshme të studimeve. Studime kam fjalën të ashtu jo, po thjesht si hulumtim, si një kërkim për informatën e caktuar. Por e gjitha kjo sigurisht kurorizohet me aftësi të shkruarit të duhur. Do me thonë, rinia duhet të ketë mundësi ose të fitoj aftësi më të thelluara për të shkruar tekstet të strukturuara mirë dhe që janë bindse. Dhe pikrisht kjo i ndihmon të rinjët që ata të zhvillohen edhe në aspektin personal, edhe në aspektin profesional. Domethënë ka dobi të dyanshme në këtë aspekt. Dobi është e dyanshme. Me ardhen e kohës, ose me ardhen e kohës moderne, shohim që të rinjt kanë një lloj dëshirë për me mësu gjuhë të ndryshme. Po. Edhe shisin një lloj aftësie shumë interesante. Por në rastin e gjuhës gjermane, si mendon që të rinjt e shohin ose si e shohin rëndësinë e të mësuarit gjuhën gjermane? Në çfarë aspekti? Interesimi për të mësuar gjuhën gjermane është rritur ka vitet e 90-ta dhe është vazhdimisht në rritje, pra trendi është vazhdimisht në rritje. Arsye për këtë rritje të interesimit mund të llogaritet nga njëra anë, për shembull diaspora. Diaspora jonë, pra bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë në shtetet gjermanofolese, pra në Gjermani, Austri dhe Zvicër, nevoja për të komunikuar me ta, nevoja për vizita reciproke, pastaj edhe nevoja për të krijuar lidhje afariste, lidhje tregtare me firma të ndryshme nga Gjermania apo me firma që janë themeluar edhe nga bashkëdhetarët tanë. Për shembull është një prej arsyeve që ka pas ndikim, po sigurisht. Por nga ana tjetër, arsyeja tjetër është edhe se Kosova gjendet në Evropë, brenda kufive të Evropës, edhe pse zyrtarisht nuk është antare e Bashkimit Evropian. Mirëpo të rinjët e Kosovës e kanë parasysh se për të bërë një iniciativë brenda kufive të Evropës, gjermanishtja është një gjuhë e cila luan një rol kyç në zhvillimet politike ekonomike brenda Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, të rinjët e Kosovës e shohin të rëndësishme mësimin e gjuhës gjermane, sepse mendojnë që ka perspektiva personale për të ardhmen e tyre, që i bjen, ata përmes njohjes së gjuhës gjermane kanë mundësi që të konkurrojnë në fushat ndryshme ose në drejtime ndryshme për studime cilësore diku në universitetet e shteteve gjermanofolse. I hap dyert në aspekte ndryshme. Hap shumë dyer, po, në aspekte të ndryshme, pastaj përmes njohjes së gjuhës gjermane mund të fitojnë edhe bursa të ndryshme, të cilat ofrohen për nxënësat ose për studentat e ardhshëm sigurisht të Kosovës, të
të cilët kanë dëshirë që të marrin përvoja të ndryshme nga vendet e jashtme, nga bota e jashtme. Por gjuha gjermane është shumë e rëndësishme edhe si gjuhë për kërkime shkencore. Më thonë për hulumtime të ndryshme në biblioteka, në databaza të ndryshme. Për këtë arsye edhe të rinjët pra e shohin të rëndësishme për dorimin e gjuhës gjermane gjithsesi. Se kjo edhe në fakt, përveç studimeve, që na mundson studimet, është edhe një urlidhëse me botën e jashtme dhe mund të na shërbejë edhe gjatë udhëtimeve të ndryshme, pra edhe për kohën e lirë, për udhëtime, për njohjen me kulturën e këtyre shteteve, me fusha të ndryshme si letërsia, muzika apo historia e kështu me radhë. Duke pas parasysh që shumica burimeve historike janë edhe në gjuhën gjermane. E vërtet. Ka pashtu përfitime personale. Shumë e vërtet. Po, në aspektin tjetër, si mendon që gjuha gjermane ndikon edhe në njohjen e demokracisë në vendi, ose në pjesëmarrjen të rinjve në jetën shoqërore, duke marrë edhe si ndikim gjermanët edhe pjesëmarrjen që ata kanë në shoqëri, a ndikon edhe në këtë aspekt edhe gjuha gjermane? Po sigurisht se ndikon, që nga periudha e pas luftës në Kosovë për shembull operojnë organizata të ndryshme si qeveritare, ashtu edhe jo qeveritare gjermane, edhe austriake, por edhe zvicrane. Ato vazhdimisht promovojnë, ose sjellin fonde të ndryshme, fondacione të ndryshme në kuadër të tyre, për të promovuar zhvillimin e demokracisë, zhvillimin e një shoqërie demokratike. Në vend të ri. Po, sigurisht, jo vetëm në nivel Kosove, por edhe në nivel rajoni. Përmes këtyre organizatave mundsohet një rjetëzim i të rinjeve në për shumë shtete të Ballkanit, për shembull, dhe krijohen iniciativa të ndryshme të rinjeve. Ata pastaj merren në një projekt të caktuar dhe bëhen sigurisht edhe individ shumë të përgjegjshëm në aspektin demokratik dhe në aspektin e zhvillimit të një shoqërie sa më demokratike. Edhe normalisht që gjuha dhe luan rolin e saj, domethënë në këtë rast. Gjuha gjithsesi është urlidhëse, pra personi i cili e zotëron gjuhën edhe të vetën, gjuhën e vet në nivel të avancuar, por edhe gjuhët e huaja ka një mbivlerë si personale ashtu edhe profesionale. Pra gjuha është gjithmonë një mbivlerë për të gjithë ne. E thënë sakt. Edhe kjo është një mënyrë shumë e bukur për të përfunduar këtë bisedë, domethënse, desha të falenderoj për këtë bisedë të këndshme dhe uroj që të kemi ndikuar sadopak tek trejnet apo kudo që na kanë ndjek. Faleminderit edhe një herë për kohën. Shumë faleminderit për ftesën, ka qenë një kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Ndërsa mirë shikues, shihemi në episodin tjetër. Isha unë Toska. Tung tung.